Qoftë do Krishti, gjithmonë e të dashur të vazhdojmë dhe motra me Krishtin, pas gjithashtu falenderoj shumë Donatinon, që ka dhënë këtë mundësi që sot të lutem bashkë me ju e do të shkojmë me shenjë. Të dëgjoj juve disa fjalë, që kam lexuar diku kur e fjalë që kanë prezente. Fjalë që kam arritur të medituar se çfarë do të thonë sot konkretisht Zoti mua edhe ty, vëlla dhe motra e dashur. Jena në kohën e bashkë. E besoj se cili prej nesh gjatë këtyre ditëve të kësaj kohe ka pritur një dashni pafundme që Zoti ja ka dhënë. Kena pritur që kësaj kohe dashni e shërimit të shpirtit tonë në sakramentin e pajtimit. E shohim se liturgjia e sotme në veçantë pjesa e Ungjillit do neve me na çuaj edhe një herë te ejtja e madhe, te çenati, te kojadhon ku Krishti është bashkë me nxënësit e vet. Çfarë bën në ato? Përse ka thirrë? Aty është edhe Juda. Juda që Krishti e ka zgjedhur, e ka thirrë. Por jashtë Juda, dhe për jashta, dhe për një trahtu Krishti. Sa Juda ka dhe në botën e sotme, ka mjaft. Të e dash Krishti, edhe trahton Krishti. Të do Krishti gjithë shka, edhe e Krishti në Krishti. E kur Juda dhe për jashta, Krishti, të dashur vëlla dhe motra, thot një fjalë që do të është pak sa e pa kuptuar. Por që po të hysh në tërësi, rizbulon diçka jashtëzakonshme. Tani u lavdërua biri i njeriu. Edhe kryu u lavdërua të. A shumë rëndësishme një këmësim për ne sot. Sepse shohim se Krishti në qenaku ka bërë një gest që ka mjetuar një mirë të ejtën e mave. Ullit para nxënësve edhe lanë kamët. Ullit para tyre për më tregu përvojni. Na mëson në neve se në jetën tonë është nevojshme edhe përvojnia. Shumë herë edhe na pëlqen krenaria, me qenë krenar. Na pëlqen smira. Por Krishti na mëson neve me gjestin e tij edhe përvojni. E vetëm mendoni se unë edhe përpara Judës, që mas pak ka me trahtuar. Edhe në kamën e Judës, unë para Pjetrit, që mas pak ka me mëruar 3 herë. Unë para meje, para teje, që di mjaftë mirë se çfarë mbluj mendin tonë. Edhe por jemi në një porosi të jashtëzakonshme. Jemi diçka të re. Pikërisht me atë që Krishti i thotë nxënësve të vet, po jam një urdhër të ri. Sikur të ka mjaftuar urdhri i vjetër, i detyrës së vjetër, me dashur Zotin me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë fuqi. Duhet një tjetrin, sikurse unë ju deshta ju. Shumë herë një gjithë për fjallën dashni. E po të hyjnë në rrjetet sociale, unë me gjithë 500 duke zbërthye kjo fjallë që ka do të thonë një ka. Por Krishti na flet për një dashni kaq të thellë. Një dashni që është pa kushte. Një dashni që din me dash. Një dashni që din me fal. Të dashur vëlla dhe motra, sa vështirë është në jetën e stil për nesh, për me falë dikan e me dash dikan që do të ka do keq. Sa vështirë është për me përdorë dikuj që ndoshta nuk ndonë.
Do të shumë herë dhe ne preferojmë të jemi të larguar prej një personi. Sa herë nuk mendoj që kur vjen kish, dika që nuk e dua ndoshta, e shoh se ku është punë. Për mos të shku e një ullë afer, për mos të ashtri dorë, për mos të jeton paqja me ty. Kjo paqja buron nga Zoti. I krishteni është i ftun, është i thirrur për me dashur Zotin, por është i thirrur edhe për me dashur grupin tjetër. Shumë mirë më thonë, po e du Zotin. Po e du Zotin. Por thotë Zoti ty, e në pyet mua, por a e don ti të afërmin tanë? Sa shumë neve në ndanë gjelosia, sa shumë neve në ndanë smira, sa shumë neve në ndanë në njëri tjetrit gjëra të thjeshta, gjëra krejt banale në me thamë. E për çka? Sepse ka një do të mundon e që një formë dhe i Zotit e menua se çka Krishti ka bërë për ne. Vetë mendoni, dhe do të vazë mundra, një këtë moment, mendoje çka Krishti ka bërë për mua dhe për ty, ka bërë diçka të jashtëzakonshme. E ka dhënë jetën për ne, sepse ne ka dashur. Sepse na don, edhe pse ne jemi të duhur. Na don sepse do të jetën do të përditshme, mundohet tradhtia ndaj Zotit, tradhtia ndaj një tjetrit. Krishti nuk është ato deve shumë mirë duje, shumë mirë fale, shumë mirë bani mirë dikujt, jo vetëm këto fjalë. Por a i shton të qka tjetër, ashtu si unë ju kam dashur ju, të më ndenën pi, sa i ka dhënë jetën për ne të dashur vllazë motra. Këtë me shenjtë, me vërtetërinë e Zotit, pas gjitha shkëratën, për me dash Zotin me gjithçka që ka, për me ditë një dhurua ti. Shumë mirë se ne jena këtu, sepse dun Zotin. Jena këtu sepse kena besim për Zotin. Jena këtu sepse dimë që Zoti ata që e një tërme, nuk më lena së një vete, çdo problem që kam, çdo vështirësi që kam. Të do vllazë motra, e përfundoj edhe me një histori që e më ajmen shumë mirë, ku isha të kohë në Poloni. Kam e kohë të 9 vite në Poloni. E ku që ndatë të kohë, shërbej një familji, kur familjetari e leqiti se të diri në ashme, ndarë dhurë. Në Ornan ishte me isha fundit që bakaj në qytet për një vit pushonin dhe për male diku tjetër, ka me te një meshtar që ishte shumë njoftur në Poloni, një ka pregatat për një katar më të shumë për da. Edhe atë natë, besoj që isha mush, e stërmush të të përplot, me një dua një meshtar që për një vënd ka që bukur. E pikrisht ishte lezimi i kësaj nisë të mungjimi, ka bo shumë për shtypje, edhe më me gjithë mund një të gjatë. E meshtari përpoj që ti ke ndrita gjatë predikimi. U ti ke ndrita, e meshtari të një qirë në dorë. E pikrisht për atërin ishte një kryq. Kishë rëkua me velos një kryq mahë për atërin. Par gjithash, me qirë në dorë, ba një kukunjës dhe figurën të fytyrën e ti. Ma një afrohet, ionizohet para kryqit të Krishtit, edhe me dritën e qirit, i tërgën njerëzve kanë e Krishtit. Edhe thot, i shikoni se çfarë janë. Ma ne, me ditë e Krishtit, afrohet të durët e Krishtit. Ndalën pak edhe thot, e shqipni se çfarë janë. Mas pak momente në veçtje, drita e qirit ashti Krishtit, kryt e Krishtit, ku është përdora me thera. E thotë shikoni se çfarë është. A mendoni se Krishti për ne, për dashur të dorë, e ka dhënë jetën kryq. A besojmë të ne, se për ne Krishti e ka dhënë jetën dhe në pikën e fundit. E me shtarë, thikë qiri, rekomendës dritët, e thotë amen. Ka që ishte për të një një? Për ka që këtu njërësit, e dole për e veshës, të mendu se, po, have nga një kjerë.
Si kjo është dashnia më e madhe që Zoti ka